Një çokoladë dhe një lule. Ku mbeten këta dy? Je i dashuruar dhe i tensionuar, komisar Barbar. Ja ku erdhën. Nuk është makina e Sarës kjo? Po, vlla, ata po vinë. Hajde. Është e mundur të kërkosh dorën e një vajze në spital. Merxhani mori masa që unë të kërkoja dorën e saj pas operacionit. Nuk dihet se çfarë mund të bëjë zotri Nizami. Ndoshta ai do të ndalojë Gylajshën të largohet. Pastaj merri lulet i dashur. Hajde pra, le ta marrim vajzën. Do ta marim, ne kemi ardhur për ta marrë Gylajshën. Ne do të vdesim, por nuk do të Për devijojmë. zotin do të godas ty në kokë tani. Sabitim? Mbaj pak, mbaj. Sabitim, eja, të flasim me ty pak. Prit 5 minuta, do t'jemi aty. Shkojmë. Çfarë ndodhi? Sabit. Shiko, dua të flas me ty. Nuk do t'ju ndaj nga Gylajshja. Nëse dëshironi, ne do t'jetojmë së bashku, pa problem. Por ju aty brenda, mos guzoni të bëni panik. U kuptuam? Në rregull? Unë dua të martohem me Gylajshën, sepse e dua shumë. Por edhe nëse vdes nga dashuria, ne nuk do të martohemi nëse diçka të ndodh ty. Gylajshe, unë erdha të të marr. Gylajshe nuk është e imja. Bir, trupi ishte në makinën time, kush e solli këtu? Çfarë kërkon kjo këtu? Unë e dëgjova. Unë do të dorëzoj trupin në polici. E i pafajshëm, se dëshiron të shkatrosh jetën tënde. Vlla, unë jam polic! Ju do të arrestoheni dhe do të burgoseni. Për këtë arsye unë duhet të mbroj Gylajshën. Do t'i besoj Barbaros. Të gjithë janë armiq. Barbari është një vlla. Barbari u shpëtua. Gylajshi u shpëtua. Ai poshtër mund të rrëmbej Gylajshin, këtë po a them. Gylajshi është imja. Ti më shpëtove. Ata janë të gjithë armiq, por ti je një vëlla. Vlla? Vëlla im. Faleminderit, Sabit. Faleminderit Barbaros. Merre, Sabit. Sabit, je mirë? Barbaros më dha këtë. Të kujtohet kjo? Tani më kujtohet. Dhurat për dasmën. Nuk guxon t'i ja kthesh Sabitit. Në rregull? Në rregull. Eja tek unë morë. Faleminderit, Sabitim. Faleminderit Barbarim. Hajde. Ti shkone do të vim më pas. Dhe, çokoladat? Jo, Harrove, vlla? jo, e morëm ne. Jo, në ulsen e pasme, të lutem edhe. Gjemal, të lutem. Mendova se kishit harruar. Ka mundësi. Ikim. A je më mirë me Gjan? Mirë jam Ali.
Shumë mirë. Erdhën më duket. E çfarë po pret, hape? Ata hapi? Si mund të hap tani u emocionova pra. Zemër, hape derën ose do ndryshoj mendjen. Mirë, ai tani do ta hap prit. Mirë se erdhët. Përshëndetje, Zoja Gülajshe, përshëndetje. Mirë se erdhe valla. Si Mirë se jeni, erdhe Sara. Mirë se ju gjetëm. Mirë si u gjetëm. Sht. Nuk ti blem lule ty, jepja vajzës pra. Barbar, lulet janë për Gylajshën. A, e vërtet. Meri Gülajshe. Ju faleminderit. Urdhroni, ulluni, urdhroni. Mirë se erdhët. Si e Merxhan, operacioni shkoi shumë mirë. Mirë jam, vëlla mirë. Miku tha se operacioni shkoi shumë mirë. A i tha se do të filloj të ecë, por të duhet pak kohë. Do të ecni, madje edhe do të vraponi ju. Do të kërcej, vëlla. Ajo do të kërcej halaj me ne, apo jo? E ku do të vazhdohet kjo hallaj? Ashtu, vëlla, ashtu. E po ne do të bëjmë diçka. E çfarë do të bëni vëlla? Vëlla, ashtu. Vëlla, do të bëjmë një dasmë. Si po ndërroni një dasëm pa patur një vajzë? Mbase nuk do të ta jap. Vëlla, për dashurinë e Zotit. Pse erdhëm ne këtu? Kështu. Mardjal, ti ke ardhur të kërkosh një vajzë. Mbase unë nuk erdha për të ta dhënë atë. O, jo. Kështu. Zipkin, mund të hapash dritarën pak? Jo, mirë është tu. Faleminderit shumë. Ju bëft mirë. Ju bëft mirë. Faleminderit kunat. Faleminderit. E po... A mund ta tregosh arsyeën e vizitës son gjatë pirjes së kafes, vlla, i dashur? E vërtet. Po, vëlla Mete, që kur erdhëm kemi biseduar kot. Hajde të kërkojmë dorën e vajzës dhe të mbarojmë me kaq. Po, zotrin. Të rit e shihnin njëri tjetrin, pëlqenin njëri tjetrin, binin në dashuri. Dhe ne, me lejen e të plot fuqishmit dhe në emër të profetit, duam vajzën tuaj Gylajshe për gjalin ton Barbaros. Po e jep? Do e jepni vajzën? Çfarë punë ka djali juaj? Zipkin, sikur nuk e di se çfarë punë e bëj unë. Aga, a mundem bëj të ditur nëse mund kujdesesh për vajzën e tyre apo jo? Pikërisht. Zotërinj, djali ynë është polic. Shumë mirë. Ai ka 3 akuza, 9 veprime disiplinore. S'ka gjë. Një makinë që është gati për në hekurishte Edhe unë kam një të tillë. dhe pak më shumë borxhe. Gjemal, mbyllë gojen ose do të Do nuk fshin bën tani. ashtu vëlla, do t'i dinë ata të gjitha, pastaj ta japin nusen. Për hir të Zotit, vëlla, më jep Gylajshen tashmë. Mjaft? Ma duhet që të pyes vajzën. Pëlqimi është i rëndësishëm. Gylajshe, çfarë thua ti e dashur? A të japë tek ky njeri? Unë nuk e di, vëlla, ti e di.
Gylajshe, të paktën mos e bëj ti këtë. Të paktën jo ti. Gjani, Po, i dashur. si thua, do ta japim. Përbesa i është djali mirë. Dhe ai do ta vlerësoj gruan e tij. Le ta japim, unë mendoj. Faleminderit. Për zoti nuk e di. Zipkin? Vlla. Është djali mirë. Për vajza është shumë e re. Është më mirë të mos e japësh. Ore Zipkin. Ore Zipkin. E mirë, lëre fare, nuk më intereson. Pyet Sabitin. Sabit, thuaj ju. Hajde, thuaj. Ndryshova mendje, nuk do ta japim. Po birë, pse ndryshove mendje? Kur e ndryshove mendjen? Më herët the, po, tani çfarë ndodhi? Vlla, mirë, tani harroj të tre. Mos dëgjoj asnjërin, po dëgjoj Merxhanin. Eja dorëzoje këtë vajzë tani. A mund të gjej një dhëndër më të mirë se ti? Apo atëherë dërzoj. O zoti i madh, o zot, o O zot. zoti i madh, o zoti i madh. Më në fund. Të mora vajzë. Unë mendoj se ti më gjete, ndërsa unë të mora. Vëlla, mirë mëngjesi. Mëngjesi është gati. Shko në tavolin. Hymambi, mbushi edhe një çaj xhaxhaj tënd. Urdhëro. Ti ke qenë zgjuar gjithë natën, vëlla? Si mund të ple? Si mund të ple? Vajza ime, në vend që të printe në shtëpi, u ul në spital. Kam mbledhur kaq shumë policë për asgjë. Vëlla, të lutem, mos e bëj këtë. Mund të mbyllim një vajzë të rritur në shtëpi? E po edhe mua më keni mbyllur për 24 vjet hall. Zemër, nuk është e njëjta gjë. Je mësuar të jetosh në një hapësirë të mbyllur ti. Ti e rritur kështu, nuk e parë një botë tjetër. Por Lara nuk është kështu. Lara është mësuar të jetoj lirisht në për rrugë. Nuk mund ta mbyllësh në shtëpi. Halla ka të drejtë. Çfarë do të thotë kjo? E pamundur. Hyma dhe Lara, të dyja do t'jenë këtu në shtëpi. Ai që qëlloj Xhano, Menderesin, nuk është gjetur ende. Dua që vajza ime të jetë këtu kur ka një vrasës diku. Vëlla, Barbarosi është pranë Larës. Nëse ai nuk do ta mbroj, atëherë kush do ta mbroj atë? Mos e hap këtë temë xher. Kam qenë i zemruar me të për një kohë të gjatë. Unë do t'ju them se ne kemi rritur atë vajzë, ai ka sy tek vajza jonë. Asaj po i ngatrohet mendja. E kupton ti këtë apo jo? Gjithashtu edhe unë mendoj se ka diçka mes tyre, por mëkati është i tyre. Komiser? Çfarë ndodhi, u dërzove? E ishte lehtë të pyesje vëlla Aliun, por a ke frikë të pyesësh babain tim? Nga çfarë të kemi frikë, vajzë? Vetëm se
Sikur ai mos të t'jap ty për mua. Do t'ja mbathun, Seriozisht? me të vërtet. Edhe babai tani do ta kuptoj se sa shumë të dua unë ty. Pastaj, ai do ta shqyrtoj nëse dikush tjetër mund ta bëj vajzën e tij të lumtur. Gylajshe, cili është tjetri? Që është tjetri, unë do t'ja nxij jetën atij tjetrit. Mos e fut në nervat e mia, kaq mjafton. Çfarë ke ti tani që ne vrikosesh më njëherë barbar? E shoh që më njëherë fillove të kërkosh llogari. Të lumt ty. Mos moj, shiko kush flet, sikur ti vet nuk vdise nga xhelozia. Një pik. Ha, Kaq pra. ha. E pra, edhe unë pastaj paksa. Hajde tani, hajde. Shumë pak. Ha. Ha, shiko valla, ti po i kërkoj vajzën tënde, vajza jote në kohë për mëngjes. Ju bëft mirë? Bi, Tani do sjell çajin. Teze Haxher, mos u shqetëso. Ju, nëse jeni të lirë, dua t'ju them diçka. fol bir, fol. Ne dje me Gylajshen u fejuam. Çfarë? Mes nesh. Si? Mes jush, kjo mos është lojë fëmijësh? Patjetër që kjo nuk është një lojë fëmijësh. Halla? Barbari më kërkoi mua nga vëllezërit e mi. Por, leja juaj është shumë e rëndësishme për ne, sigurisht. Nëse thua po Xhaxhanizam, atëherë do të doja të kërkoja dorën e Gylajshes, edhe nga ti. Nëse unë them po, atëherë ai do të kërkoj dorën e bijes sime, të cilën e kam kërkuar për 23 vjet. Nuk mund të ngopesha me të. Atëherë babai yt, të cilin nuk e njohim, do të vijë të kërkoj dorën e vajzës time Barbaros. Valla, Nëna jote që më bodhi vajzën time, do të ngrihet nga varri dhe do të kërkoj dorën e vajzës time. Çfarë po thua ti? Çfarë po thua ti? As nëna e ti, as babai i ti, mua nuk më interesojnë. Unë e dua këtë njeri. Mos ndërhy, mos ndërhy. Ai e kuptoi se çfarë doja të thoja. Nuk do t'i ngatroj ata të llojit tim me ata që nuk i njoh. S'jam rritur nga familja ime, por nga ti Xhaxhanizam. A nuk vlej unë që të kërkoj dorën e vajzës tënde? Po të ishe burr, atëherë nuk do t'i shikoje vajzët e një burri ku i rritur për kaq shumë vite. Nuk do të martohet me ty vajza. Xhaxhanizam. Lëshoje Xhaxhanizam! Lere vajzën time të shkoj. Lëshoje! Mirë se erdhe prokurore.
Mirë se erdhe të nderuar Mirë se prokurore. ju gjeta. Si je, Mirxhan? Faleminderit prokurore. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Çfarë ka ndonjë të re? Më kërkove të gjeja pronarin e numrit që ju ka kërkuar juve, apo jo? Po, Numri është i regjistruar në një person që vdiq 3 vjet më parë, prandaj na u desh të kërkonin përmes telefonit. Kërkimi na morri pak kohë. Por domethënë e gjete. Pikërisht. Telefoni u ble nga një shitës kufjesh i përdoru 15 vjet më parë. Blerësi nuk e dha emrin e tij. Por personi që e bleu telefonin është shkapur nga kamerat e atij lokali. Kjo grua. E njeh atë? Fidani. Çfarë? Fidan! 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 Kara! Ali? Vajzë, ti çfarë ke bërë? Ciao. Ali, 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 Mirxhan, Mirxhan, zgjo. Gülayşe. Zipkin, zgjo, Sabit, hajde, zgjo, Sabit, hapi sy, hajde, hapi. Ali, çfarë po ndodh? Ku jemi ne? Nuk e di. Herën e fundin e Bahati na trokiti pa ndjenja, por nuk e di se ku jemi apo çfarë po ndodh. Kara, je mirë? Mirë jam. Gülayşe, je mirë? Mirë. Kara, je mirë? Çfarë vendi është ky? Largohu.
Zot, banda e Trumps. Kështu duhet të ishte fundi juaj, apo jo, më vjen keq. Dhe qfar? Qfar do bëhet me ne? Do të shiteni të gjithë. Por jo ashtu ju si mendoni. Por pjesë do të shiteni, jam kuptoni. Vëlla Çatal? A ka ndonjë që ju pëlqen? Nëse biem dakord për parat, meri të gjithë, ha? Jo, ata janë ato që më shpëtuan mua të thash. Nuk është e nevojshme, nga të gjitha të njëjtat probleme. Do ta marr foshnjën. Ju do të keni para në mëngjes. Nuk do të jap foshnjën time. Mjaft, thash, mjaft luajtët nënë e bi. Ma jep tani këtu, ma jep. Jo! Jep, them. Jo! Veni këtu. Jo! Ma jep foshnjën, Nuk do ta jap. Nuk do ta jap. Ma jep. Largohu! Nuk do ta jap. Flitsir. Nuk do ta jap. Dreqin, dil jashtë. Po tani, largohu. Dil jashtë. Gylajshe! Gylajshe! Largohuni. Ma jep Gylajshe! Gylajshe! Do të presësh kështu? Gylajshe! Do të presësh kështu? Eja këtu, do të presësh kështu? Nëse punojmë të gjithë së bashku mund t'ju vrasim. Eja këtu, ore! Gylajshe! 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 Ma jep Gylajshe! Dil jashtë. Largohu. Gylajshe! 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 Ajde, Gylajshe! Nuk do të jap. Një prapa. Lëre fëmijën. Gylajshe! 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 Lëre fëmijën. Ma jep Gylajshe! Merxhan, Gylajshe! Merxhan. Merre fëmijën, Merxhan. Çatal! Merxhan! Bir horoya gelin hanım oyna dura dura. Biz seni alacağız eli vura vura. Biz seni alacağız eli vura vura. Bu yazda düğün var hepimiz şenleniyor. Davullar vuruluyor, çalgılar çalınıyor. Bu yazda düğün var hepimiz şenleniyor. Davullar vuruluyor, çalgılar çalınıyor. Damat aga neşeli muradına iniyor. Damat aga neşeli. Atëherë babai yt, të cilin nuk e njohim, do të vijë të kërkoj dorën e vajzës time Barbaros. Nëna jote që më bodhi vajzën time, do të ngrihet nga varri dhe do të kërkoj dorën e vajzës time. Nuk do të ngatroj ata të llojit tim me ata që nuk i njoh. Ju gjithmonë më keni treguar borxhin tim Xhaxhanizam. Por me këtë shuplak, ti i more të gjitha. Unë këtu kam mbaruar. Apo vjen me mua Gylajshe, apo qëndron. Patjetër që do të vi. Nuk mund të shkosh askund, nuk mund të marrësh vajzën time. Lara! Valla, ndaj! Lara! Valla, Nuk mund të shkosh askund!
Valla! Lara! Prit, valla! Nuk mund të shkosh askund. Lara! Nuk Valla, mund të të lutem, shkosh dal, askund. Barbaros! Barbaros, ty të them. Valla, tu bëfsha kurban, valla! Xhaxha. Gylajshe. Dëgjo këtu. Më shiko këtu, më lër të të shoh në sy. Shh, në rregull? Gylajshe. Nuk ke pse më zgjedh me zor mua. Unë gjithmonë do të zgjedh ty. Edhe unë do të zgjedh ty. Por, mos u ndjeje detyruar të zgjedhësh një gjë të tillë. Çfarë do të thotë kjo? Edhe nëse e zgjedh ti babain tënd, mua nuk do të më humbësh kurrë. Por fjalët që ti thënë ata? Barbar, ai edhe të goditi ty. Në rregull. Shiko. Lara, Ja, Valla. Barbar. hyr brenda. Dal, Lara, prit! Lara, Valla, prit! Deshi ta marr. Vajz, prit, të lutem bi. Tensioni i gjakut është i lartë, do t'i ndodh diçka. Baba, shiko, halla im është e friksuar, mjaftë tani qetësohuma. Shiko sa bukur po thot vajza jote, qetësohu një herë valla. Nuk kam asgjë për të folur. Unë nuk kam një vajzë për t'i dhënë këtij burri. Lara, hyr brenda. Unë e dua këtë njeri. Edhe jam shumë e lumtur Ti me do to. t'jesh e lumtur me mua në jetën që meriton këtu. Unë vetë e bëra zgjedhjen time. Të betohem nëse i ndodh ndonjë gjë vëllait, do të jetë mbi qafën tënde. Njeriu do të vdes nga zemra. Në fakt ata vëllezrit pa rënj vran edhe xhaxhain tënd. A doni që familja jonë të mbetet pa mbikëqyrje? Mjaftë më! Mbyllë gojën! Ti në vend që ti kërkosh llogari familjes së Barbarit, së pari kërkoj llogari kësaj gruaje. Kjo grua që modhi mua në plera qëndron këtu, ndërsa ti zemrosh me vëllezrit e mi që më nxorën nga aty. Ndërkaq ti e godet Barbarin që më gjeti dhe më solli tek ti. Kjo është e gjitha nga unë. Ose ti do të largosh këtë grua nga kjo shtëpi? Pastaj do të vish dhe do të kërkosh falje nga Barbari? Për ndryshe nuk jam më. Vajza ime. Je mirë Gylajshe. Miriam. Barbar, Po bukuri. a mund të më dërgosh tek vari nënës time?